Pas kafes së mëngjesit, byreku është një nga produktet më të konsumuara nga qytetarët, nxënësit apo edhe punojësit në të gjitha qytetet. Por a e di me të vërtetë se çfarë konsumojmë? A e njohim cilësinë e miellit apo të yndyrnave që përdoren në përgatitjen e byrekëve, bukës apo edhe produkteve të tjera të brumit? Kjo kronik vjen pas denoncimeve të bëra nga qytetarë në rrjetet sociale, të cilët shprehen të shqetësuar për përdorimin masiv të margarinës në byrektore, një yndyrnë e prodhuar në kushte jo të qarta, shpesh pa etiketa dhe pa kontroll cilësie. Nuk dihet origjina, përbërja dhe rreziku që mund të sjellë për shëndetin e konsumatorit, ndërkohë AKU dhe institucionet përgjegjëse shpesh mungojnë në terren. Produktet e ngrira që shpërndahen në mënyrë industriale në restorante, furra buke apo bujtina, sjellin komoditet për bizneset, por jo domosdoshmërisht një cilësi për konsumatorit. A ka etiketa, a ka kontroll dhe a e dim se çfarë ha fëmia ynë në byrekun që merr për në shkollë? Kjo situatë ngre shqetësimin e mungesës së monitorimit, mungesës së transparencës dhe indiferencës së institucioneve përkatëse. Konsumatori meriton siguri ushqimore dhe nuk mund të jetë më viktime tregut pa kontrolle.